Sot në Angli kishte dal dielli, pra unë kisha gjaketën më të lehtë që kisha. Gjithë ishin me shkurtra të mi drejten, me cilët ishin shoqërion, por unë si do që tjetë, kishte momente që ndjeja ftohtë. Se frynte erë dhe unë ndjeja ftohtë, por si do që tjetë ishte më ngrohtë se zakonisht dhe në ato vende ku bie dielli, ku godet dielli, rrihet goxha mirë. Kështu që isha të pothuajse 3 ditën. Kështu. Unë e nisa ditën sot isha për mëngjes me një kushërirën time, të gratës e dytë që e kam këtu afër, dhe ishim të shtëpia saj, llafe muhabet. Më pëlqeu mëngjesi, ja kalon shumë mirë të drejtën. 5 ditë gjërat po fillojnë, po marrin një ritëm, po krijohet pak një rutinë. Kushëria punon, kështu që automatikisht sot ishte dita pushim edhe automatikisht dolëm bashkë, më bëqefi. Pastaj u mblodhëm të gjithë tanë që jemi këtu, disa veta, i këm të një restorant që më pëlqeu shumë, sepse ishte buz liçeni njerëz, ishte super bukur, mbi gjitha me diell, asa bukur. Do ju ngjis një video direkt tani që ta shihni. Më pëlqeu shumë. Më erdhi keq që nuk bëra video të vëndshëm, po u ndjeva pak siklet sepse ishte edhe nuk isha vetëm unë, ishin apo bashkëpunëtimi, ishin edhe njerëz të tjerë dhe nuk doja të jam me telefon aty. Por ja, më kaloi shumë, më pëlqeu shumë. Edhe hëngrëm, është restorant italian dhe hëngrëm tipo focaccia ripiene, focaccia të mbushura, unë mora caprese. Ka pëlqeu shumë. Pastaj dhe kafja. Ishte si një pjesë e vogël Italie dhe location ishte yll. Kështu që ishte një fillim dite i mbar. Unë tani normalisht kam blerë, ndërkohë kisha blerë disa gjëra. Një tapet kështu që vihet poshtë. Një Swift. Dhe çfarë tjetër? Dhe një kështu. Dhe sot mas dite kam akoma punë me shtëpinë, sepse dua të merrem pak me rroba të organizoj gjithsesi, t'i ndaj në disa seksione, ato që janë super verore që nuk besoj realisht nuk të pikë vesh ndonjëherë këtu, do i lë në valixhe, të përdor dollapet dhe komodinat që kam në dispozicion. Kështu që sot mas dite do merrem me ato praktikisht, nuk do shkoj fare besoj në restorantin bashkëshortit dhe për darkë do ha diçka këtu në shtëpi, kam edhe kushërinë gocën e dajës, mbas shkollës do vi të rri me mua. Kështu që do bëjmë ndonjë gjë të lezetshme me ata, ndonjë lojë, çojmë ndonjë gjë në televizor. Pra shkoj një ditë e këndshme. Është ora 9:01 çajk. Kushërimi tani do bëj pak gjërat gati se do niset nesër. Besoni kur ju them që jam më e mërzitur se do ikë kushëria se sa kur ikë deri. Mësuam edhe arbër, mësuam e teçin e vet. Edhe tani do bëj gjërat gati. Ndërkohë ne po shihnim si të duk vlogu Xhenit nga Anglia. Gjeni me një qirë tjetër. Atë do thoya, si kur ka ndryshuar pami duke sa pjesë. Duket lumturia ti bën këto efekte, të ndryshon pamjen, të ndryshon qerë. Në dyja aty. Nëse që ndryshimi ka midis videove të Xhenit të Angli dhe videove të mia këtu në Itali, ne këtu kemi zyrtarisht në vapën e verës edhe duket sikur ja gjithë kohës jemi duke vujtur. Shmërtesh u ba. Shtu them, arbri ka pas ca dita e tjera regresione, lumi s'ka qenë shoku jon më i mirë. Por, të dalim. Edhe, hiç. Në nesër pastaj vazhdon rutina imja vetëm me arbrin. Këto ditë ka qenë i çakardisur që në vërtetën ka pas njerëz. Edhe, do i këtë një mëj Renaldën tani se për ndryshë thot rraf që erdhe, të vazhdojnë vlogën të ardhë. Harva t'ju thore, të se më lipi. Kështu që, kjo rrugë që e mirë. Kjo rrugë është absolutisht që por nesër. Duhet që nëse vetë në gjithë që mund përdo është të kipi, vina në malë që nuk për një. Të shbukuj gjithë nga no. Nuk të qojnë nga veshi. Kështu që, nesër. Drejt vera i gjatë. Drejt vera shumë i gjatë. Si me ndonë të drejt vera i gjatë apo shkurtër? Ti si me ndonë drejt vera i gjatë apo shkurtër? Gjatë. Ju do ikë në Nottingham sot dhe do shkoja e veç të kështu, por kjo gjë nuk po më pëlqen, po më stis këtu dhe po mendoja ta ndryshoja.
Si di. Ta e kam bërë më shenja, mos ja varni. Që nuk e di. Por tani që po e shoh, më duket lezetsh. Kështu. Kam bërë dhe make-upin. Si që të bëj të mbaj apo jo, të mbaj apo jo. Vesha këto njërë, si për të vesh një xhaketë normalisht. Dhe mendoj që kjo është luku. Edhe si për xhaketën, është ngrohtë, presojmë të mbaj ngrohtë. S'po vesh bijuteri tjera se jam me vonesë, po më trasin. Jam këtu me arbërin, nuk e dija doja dalë ta bëj këtë video. Pa më ndu për arbërin 100 herë, apo jo më mama, na lozi me çantën. Wow. Është shumë vap. Shumë vap, nuk kuptohet të ne kanë dalur ose bustet ose kanë atjeret, sepse nuk rrihet. Por ndryshe, sidomos brenda njëherë, po të dalësh jashtë është akoma më keq. Piqesh, literalmente piqesh, nuk ka krem dielli që të bën nder. Ashtu është më madh. Gjithsesi, unë kam një 2 ditë që jam vetëm me arbërin, gjatë ditës e kam fjalën. Edhe si po na shkon bashkëtesa biri. Jo se ne ty nuk kemi ndenjur bashkë më përpara, por sido që tjetë më para, do më thënë mjafton të një telefonat, ose thjesht merja mamin ose Gjenin, edhe vinin, po mami im tani është në punë, ka goxha punë, edhe Gjeni dihet më. Kushura iku, ose të më thëjë diçka. Gjithsesi, për të thënë, ka qenë mirë, ka qenë më e lehtë se ç'mendoj, sepse arbëri është në atë fazën tani që thjesht do të luaj, e vëm aty te tapeti vet, gjërat e veta që pastaj do t'ju tregoj. Të lojrat e veta, loz, por problemi është që po i dalin dhëmbët, i është bërë gati mishi aty poshtë, besoj se është çështje ditësh, max jave që t'i dali. Po, për ty po flas e vërtet është. Edhe vapa nuk e ndihmon as pak kur janë dhëmbët. Gjëja që më shumë më ka bezdisur në gjithë këtë është fakti që është zgjatur dita goxha. Edhe ai fle në orarin që fle, për shembull, që shpinte më parë 7:48, por zgjohet. Edhe pastaj do të lozi pak, edhe pastaj të flej pak, plus ka sikletet e veta dhëmbëve. Por doja dalim, siç e kemi dalur më parë me regreset e tjera, apo derisa mësoj një lloj rutine, doja dalim dhe tani se nuk është diçka e pamundur. Ndërsa gjatë ditës, shqyr zotit ato nap time-et e veta i ka stabilizuara, kur do të flej gjumë, do të flej, nuk ka rëndësi ku është ky shtek, thjesht do të flej gjumë. Shef mamin aty te video, t'ju them unë si ndihem, përveç vapës mendoj që qehëna e plotë e kuptova shumë vonë edhe isha pak me ato ndjesitë e mia all over the place, thonë anglezët. Jemi mirë, po ja dalim, po e përballojmë, nëse më para duhet të përballoja vapën vetëm, tani duhet mbi gjitha për te vetes time, duhet mendoj që arbër mos ketë vapë, mos ta përjetoj vapën keq sepse po i dalin edhe dhëmbët. Los me këtë çantën e ka shumë qef. Ka filluar ushqimin. Kështu që ka qef. Është goxha punë që unë mos mendoj për gjërat e tjera, por mbi gjitha los ka filluar të bëj goxha mua vetë në mënyrën e vet, edhe kjo të jep goxha kënaqësi time sinqert. Kështu që nuk po ja kaloj keq nga Johan. Mendoj se do ishte më losë, më sfiduese, mbase i bim drurit, si thon italianët, ata spanjollët, i bim drurit, se mos marrin vetëm sysh. Mbase bëhet më vështirë, nuk e di, për momentin po e kalojm kështu. Kol. Mol. Sido që tjetë, pak në ndjehet mungesa e Gjenit, se isha mësuar të kisha vërtallë. Mendoj se, e di kur e mendoj që e ndje më shumë, vjen në moment për shumë mendoj se më okej të dalë, për shembull të blej diçka ose të bëj shopping ose të dalë të tregu, pastaj them, duhet një mendim. Nuk është Gjeni aty ose kushuria apo para diçka që po. Apo se si do që ti burrat janë burra. Nëse e them bashkëshortit tim pëlqen kjo ta marr, merr, thot, po të pëlqeu ty merr. Kjo, duhet një mendim kritik. Kështu që kjo është pjesa. Mendoj se më në fund kemi zgjedhur ku do bëjmë pushime, ku do kalojmë një plazh. Zgjedhur që koha e videove të jetë më shumë e përqendruar se rutini i ri i Gjenit. Por thash të ulem 2 sekonda t'ju bëj një update të vogël, çfarë po ndodh, si po ndodh. Jam në shtëpi duke u munduar të argëtoj një 6 muajsh djalë që fale Zotit, elhamdulillah është goxha aktiv edhe i romançëm, me gjitha gjërat që ndodhin. Kështu që po. Të shkojmë të lozim te dhoma jote? Okej. Është për t'ju bërë të kuptuar sa diell është, ajo lulja është pisku në diellit.
atje të dritarja, edhe po vuan e shkreta, është më vërtet vap. Nëse unë përfundova ndomë të qumit, sepse arbri vendosi të flej gjumë. Kështu është, kam në kufjet, pak të ndëgjoj ose shoh një podcast. Ti them të vërtetë kam 4 libra për të lexuar. Kam shumë seri për të parë, por nuk kam fare qef, nuk kam dëshirë. Është vap, nuk kam as vullnet. Por libra duhet t'i lexoj sepse duhet t'i dorëzoj dhe mendoj se do i lexoj. Një nga këto ditë, pastaj javën tjetër kam komplet zënë sepse më vin njerëz. Edhe siç po thoja, mendoj se gjetëm në fund ku do bëjmë pushimet. Jemi në ato llafe, të shohim si do organizohemi tani. Për pjesën tjetër, është, nuk jam, domethënë, për momentin mendoj se vapa nuk më ka goditur aq shumë sa të mos si do e përballoj, por jemi thjesht në këtë ditorshin e parë të qershorit. Edhe thonë që do bëhet më keq. Dhe gjithë këtë, çfarë bëra ndërkohë që arbi po fle, deri po viziton Nottinghamin, besoj se do e shihni te ky vlogu. Edhe i dërgova një dy gjëra për të parë, për shembull, një gjë që mua personalisht më duk shumë interesante, është muzeu i drejtësisë ku ka exhibits, ka, domethënë aty ka vepra, besoj se kështu quhen, nga real life crimes, nga krime të vërteta që kanë ndodhur dhe për shembull unë kur të vizitoj, një nga gjërat e para që do bëj të shkoj të vizitoj këtë muzeum, se më duket shumë interesant, po unë që jam fan se madhe e docu crime-ve, kështu që big up for that. Por mendoj se një nga gjërat që do shoh së shpejti është sezoni 3 i Ginny and Georgia. Ginny më tha që është i bukur, kështu që mezi po pres ta shoh. Kjo gjithmonë nëse kam. Arritëm në Nottingham njerëz, edhe ishte shumë vap, thash, shqyr do rri me elek. Ku prish koha. Okej, njerëz kjo zona është e lezetshme. Kështu. Gjithsesi njerëz unë preferoj turizmin në Itali. Italia ime bukur e mërkushme, po edhe kjo nuk që ka keq. Do të shpendem në këtë kohën këtu, do bëhem, nuk e di me probleme. Do li dielli. Gjithsesi, sa mos sa mërziteni ju që jetoni në Angli, po deri tani preferoj turizm vendet e Italisë, janë më të bukura. Themi drejtën, po nëse më mërzit këtu. Erdhëm dhe në një dyqan që shet mobilje. Shohim tani çfarë gjejmë në gjë. Dy mbaruan punën që kishim për të mbaruar, tani po kthehemi në shtëpi. Zhvap, po pak të një aq sa prit. Bezdisur djalin. Erdha në shtëpi, jam e raskapitur sepse ato balerinat më kanë vrarë këmbën. Dhe më kanë dhënë shumë. Doja t'i tregoja shpejt. Te ai sipje për mobilje nuk blem gjë, por ishim te Primarku, as te Zara nuk bleva gjë, por te Primarku bleva gjëra se kishte ulje. Bleva këtë triko, kështu. Te mora 3 euro. Këta, se këto vishen shumë këtu, sipër, do me thënë doja gjëra që vishë sipër, pavarësisht se nëse janë ditët si kjo e sotme, realisht rri e mirë, mjafton të kesh një xhaket xhinxe ose diçka sipër to. Këta edhe këta 3 euro. Këto, si dihet, ta shkojmë në herë në plazh, po ti kemi, se janë 4 euro. Isha bindur që kisha marrë diçka tjetër. Xhaketaj. Këto më bleu Knata. Më pëlqeu shumë. Por nuk e mora dhe më morja, jo? Dhe duke qenë se këto 2 muaj sezon verë, unë do punoj si kameriere tek restoranti. Mora këtë këmishën, se uniforma është këmishë e bardhë, pantallona të zeza. Mora këtë këmishën, që më duket gjë mirë të me drejtën, këtë e mora 7 euro. Nuk kishte më numra të tjerë për mua. Këto janë gjërat që mora. Mezi po pres pastaj edhe të vazhdoj dhe punën tim, profesionin tim. Sa gjëra të bukura na presin njerëz. Shpresoj t'ju pëlqyer ky vlog sot, që jemi në vlogun e radhës. Mos harroni të bëni subscribe, të shpërndani videot tona kanalin ton, të na ndiqni, të komentoni, edhe të jeni gjithmonë sa më të shumë për të parë videot, të jeni faleminderit gjithmonë shumë për dashurinë. Shihemi në videon e radhës.